Si e keni menduar për shembull? Ku të kaloj unë këtu? Se këtu s'ka si vend për të hedhur asnjëherë. Edhe pse Luana Vjolca poston her pas here video ku tregon se nuk kalon dot në korridorin e shtëpisë dhe shkallët e pallatit për shkak të trëndafileve të tepërt, ish-banori i Big Brother Elton Tozaj ka një tjetër variant. Sipas tij, Luana Vjolca është fiksuar keq me ish-partnerin e saj Krenar Çoçaj. Në një intervistë, Tozaj tha se moderatorja e njohur po e përndje Kenon, i cili së fundmi është lidhur me Edi Demnerin, të cilën thuhet se e ka patur fiksim edhe kur ishte i lidhur me Luanën. Gazetari tha se në udhëtimet e fundit që Krenari ka bërë me partneren aktuale, modelen e njohur Edi Demneri, Luana është gjendur në të njëjtin avion me çiftin, i cili udhëtonte drejt Milanos. Ky nuk është rasti i parë që përflitet për një rastësi të tillë. Edhe gjatë verës, mediat roz raportuan se Krenari dhe Edi po kalonin pushimet në Saint-Tropez, ndërsa në të njëjtën periudhë atje ndodhej edhe Luana, e cila po shijonte kohën me mikeshat e saj.